Përshëndetje, ky është Speakeasy Podcast, episodi numër 11. Kemi kënaqësinë, kemi një të ftuar special këtë herë, ambasador Zef Mazi. Mirë se erdhe. Mirë se jeta. Ambasador, jeta juaj ka kaluar në një rrjedhë profesionale, mund të them të lakmueshme për shumë njerëz. Ke qenë dikur në radio, siç më the para interviste, pastaj vazhdove fushën diplomatike. Një ndër diplomat me gjithë modestinë që mund të kesh, një ndër diplomat më të mirë që ka pas Shqipëria, sepse ke kaluar 3-4 faza, domethënë, të përfaqësimit diplomatik. Mund të na japësh një përshkrim tëndin për ata që na ndjekin ne? Sparit falenderojmë për ftesën, për të marrë pjesë në këtë intervistë së bashku. Së dyti, do t'ishte mungesë, mendoj unë, modestie me fol për veten tënde. Por e përmbledhur, do mund të them shkurtimisht që jeta profesionale e imja ka kaluar në shumë faza, që ka filluar në 1977 kur mbarova universitetin. Pastaj dash për një periudhë të shkurtër kohë mësim në një institutet e larta të Shqipërisë. Pastaj punova në shtëpi botuese. Pastaj pak më vonë kam kaluar në Ministrinë e Jashtme, ku kam punuar për 3 dekada, gjysmë 4 dekade gati. Kjo periudhë para se të fillonja punë në Ministrinë e Jashtme, është shoqëruar me libra, punë me libra, me redaktime, me përkthime, me enciklopedira, që janë shumë domethënëse për formimin e përgjithshëm të një djalit të ri siç kam qenë në atë kohë. Dhe kjo bazë që krijohet nga kjo lloj pune enciklopedike, me botime, me libra, me shkrime, me përkthime, me redaktime, kjo punë ndihmon jo vetëm për krijimin e bazës, po ndihmon për të parë pak më larg. Dhe ka qenë shumë e vlefshme si punë formuese kur kalova në Ministrinë e Jashtme. Në Ministrinë e Jashtme fillimisht jam marrë me një çështje sa delikate, aq edhe të rëndësishme për Shqipërinë asaj kohe. Kam qenë në drejtorinë e marrëdhënieve shumë palçe që u krijua në vitin 87-87, mos gaboj, në Ministrinë e Jashtme. Ishte e para drejtori që do të merresh me punën përgatitore për ta futur Shqipërinë në ato që në atë kohë quhej KSBE, që është Konferenca për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë. Kjo konferencë në vitin 1994 u bë organizat rajonale në kuadrin e kartës kapitullit 8 kartës Kombeve të Bashkuara. Gjatë kësaj kohe, në paralel, në Ministrinë e Jashtme kam punuar me ish zëvendësministrin Mohamet Kaplanin dhe një nga drejtorët e ministrisë për vendosjen, për negociatat për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Janë negociuar 18 muaj, 9 takime, një herë në 2 muaj me panën angleze, negociata shumë të komplikuara, për faktin që Shqipëria në atë kohë kishte disa kufizime ideologjike, kishte disa kufizime në konceptimin çfarë kërkonin, siç kishte Anglia kufizime ndaj nesh, sepse ishte në lojë incidenti i kanalit Korfuzit, në cilin masi shpërthyen ato minat që i dim gjithë, kanë humbur jetën në atë kohë 44 marinar anglez. Dhe gjykata e OKB-s e pa dënuar Shqipërinë. Por duhet të jetë qartë përse. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë,
çështja e parë që ka marrë në diskutim ka qenë çështja e incidentit kanalit Korfusit. Dhe gjykata e ka dënuar Shqipërinë jo se ka vendosur mina, por se ka pasur dieni dhe nuk ka njoftuar që këtu ka mina. Dhe dënimi asaj kohe ka qenë rreth 890 sterlina angleze dhe negociatat tona vështirësoheshin shumë se ne kërkonim kthimin e arit. Por kthimi i arit për një periudhë kohe Sa ar flitej në atë kohë? ishte rreth 1500 kg ar, diçka 8500 diçka kg ar, por nuk ishte kjo arsyeja kryesore që pengoheshin negociatat. Arsyeja tjetër ishte se ne kërkonim, sipas një instruksioni, që ari ta kthehesh me gjithë interesa. Por ai ar nuk ishte ar në qarkullim. Ishte ar në depozito, in the vaults of the Bank of England, bankës angleze, dhe në New York, Chase Manhattan, gjysma atje. Edhe me qenë se ishte i tillë, jo ar traktar, s'kishte interesa. Që t'i bie shkurt, u deshën 19 muaj që ne bim dakord me anglezët, u firmos marrëveshja, u vendos marrëdhënie diplomatike. Paralel punoja për punën e KSB-s, për futën e Shqipërisë KSB-e, dhe kisha detyrë kryesore pastaj që më çoj në Berlin në konferencën e parë në 1991, ka qenë 19 qershori, ku Shqipëria u pranua dhe kryetari i mbledhjes ishte Hans Dietrich Genscher, ato ishte ministri i jashtëm i Gjermanisë, u pranua me drejta të plota si shtet pjesëmarrës të organizatë. Kjo ishte fitore e Shqipërisë, tregoi në atë kohë që vendi po hapet. Nuk ishin filluar ende hapja, nuk ishin rrëzuar disa buste ende. Lenini ka qenë diku në bulevard, ka krahun përballë tij ishte Stalini. Pastaj mas une u futën KSB erdhi në Shqipëri James Baker, unë kam përkthyer me James Baker, kam qenë atë ditë me të. Së bashku me Eles Bibera, na i përkthen për palën amerikane, unë përkthen për palën shqiptare. Dhe mas si iku Bakeri, unë u emrova në Vjenë. Masi ish presidenti në Mizalia, më thirrë dhe më tha, masi vizite që bëm këtu në New York, ai erdhi në New York në Asamblenë e Përgjithshme, unë shërbeva si përkthyes me të, pastaj qëndrova se u bë një mbledhje tjetër e KSB-s këtu. Dhe më tha që kam menduar të dërgoj diku në një ambasadë, unë në mision, po ku mendon që të shkosh? Unë i thash në Vjenë, sepse ne sapo e hapim misionin e KSB-s, që e fillon nga e para. Ndërsa OKB është një godinë shumë e madhe dhe ne jemi antar në OKB që në 15 kemi qenë, jemi bërë antar në OKB në 15 dhjetor 1955. Në të njëjtën ditë me Austrinë. Dhe OKB është një godinë shumë e madhe. Një shtet aq i vogël që kalon në një sistemin tjetër, punojnë në OKB është pak e vështirë. E para e vështirë të jesh të ruan se si qysh ku. E dyta të krijosh një imazh të ri që sapo ndryshon. Sapo ka filluar të ndryshoj, nuk ka ndryshuar ende, po sa ka filluar. Ishte mjaft e vështirë. Kështu që unë shkova në Vjenë, u emrova në Vjenë. Pastaj ambasador në Vjenë, pastaj mbuloj edhe Zvicrën, I mbuloj e dyja. I mbuloj 2 shtetet, se Shqipëria nuk ka pasur ambasadë në Zvicër, mbulohesh nga Vjena, nga Austria. Arsyeja kryesore ishte se ka qenë numri i kufizuar ambasadës para vitit 90. Shqipëria ka pasur mision pranë OKB-s në Gjenevë. Po misioni i OKB-s nuk mund të jetë edhe 2 palësh njëkohësisht. Sepse OKB-ja ka një lloj ekstraterritorialiteti. Në 2 palëshe e mbulosh nga Vjena. Kështu që mbuloj edhe atë në Austri. Pastaj mas 1998-s punova në sekretariatin e Agjencisë Bërthamore. Pozicion shumë delikat. Pastaj u ktheva përsëri si ambasador në 2002 në Vjenë përsëri në OKB dhe në OSB në atë kohë. Pastaj shkova ambasador në Angli, në Irlandë. Pastaj u ktheva si asistent drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Bërthamore në 2011, ku punova për 8 vjet në këtë pozicion. Të lartë drejtues në një organizatë
botërore unikale në sistemin e OKP-s. Prej aty dole në pension. Pastaj në kohën që dole në pension, mas një viti, 2020, më mori telefon Edi Rama më tha, am pranon të vish të bëhesh krye negociator për Shqipërinë, për marrëdhëniet me Unionin Evropian. Bëm një bisedë të gjatë se si qysh do të ishin disa kërkesa, se është post shumë delikat, por Jared Bernard-Shaw ka pas thënë dikur, give me the tools and I'll do the job. Njep veglat që të bëj punën. Kryetmarrësit duhet një ekip, duhet një sistem drejtësie, duhet një strukturë e madhe. Kishte disa kërkesa në atë kohë. Punova 27 muaj, 28 muaj. Dhe mas një periudhe 27 muajore, objektivi ishte që të realizohet ulja në tavolinë e hapjes zyrtare të negociatave. Cilën unë arrita së bashku me ekipin e vogël që kisha. Por kisha një ekip rreth 20 veta plus, gjithë zëvendësministrat e tërë ministrive të linjave në ekipin negociator. Në punë shumë intensive, herë me bindje, herë me kërkesa pak më strikte, herë me një lloj imponimi, se ka vështirësitë. U arrit që ne më rreth 18 muajsh të merresh vendimi në 2021-shin, Shqipëria I ka plotësuar kushtet për të hapur negociatat për diverse konferencës parë që quhet konferencë ndërqeveritare. Por në atë kohë u bllokuam. U mor vendimi për ne, po u bllokuam se brenda Unionit një shtet. Mos ishte Hollanda? Pa emra shtetës, të ishte mirë. Një shtet apo dy kërkuan që Shqipëria dhe Maqedonia, po të ndëgjoni shtet do thotë jo Maqedonia Veriut, por s'ka reale, më thej Maqedonia. Të jenë të çiftuara. Coupled and decoupled. Pra të merren si grup së bashku. Kjo na pengoi ne nga tetori I 2021-shit deri në qershor 2022-shit. Pra një vit. Afërsisht 9 muaj. Pastaj në datën 19 korrik të 2022-shit u hapën marrëdhëniet, u hapën negociatat zyrtarisht, po atë ditë mas që mor vendimi I Këshillit të Ministrave për të hapur marrëdhëniet e Shqipërisë me negociatat me Shqipërinë. Në masditën e asaj dite u bëm mbledhja e parë screening, analiza e parë para se të fillojnë negociatat. Në atë mbledhje drejtoi Vareni, që ka qenë komisioneri për zgjerimin, ndërtuam bashkërisht mbledhjen. U bë dhe first screening I pari. U kthema në Shqipëri dhe mas 28 orësh, 24 orësh apo 48 orë mos u kthea. Edhe çdo rreth që kryeministri thash boll e pruna deri këtu, tash më I kemi mirupafshim. Edhe ika. Dola pension edhe herë nga Shqipëria. Kjo është për mbledhur në 5 minuta, se s'ka shumë hollësira, po kjo është e gjitha. Mendon se diplomacia është lidhur ngushtë me politikën? Diplomacia nuk mund të jetë jashtë politikës, por nuk është politikë. Në mënyrën se si zbatohet. Politika merr vendimet politike se çfarë duhet të arrihet, se si arrihet përdorë diplomacia. Kur ndërhyn shumë politika se si të arrihet, krijon probleme. Duhet I lihet dorë diplomacisë, të gjejë mënyrat më të mira, kohën më të mirë, metodat më të mira, taktikat më të mira për të arritur një objektiv strategjik të caktuar që e ka vendosur politika. Pra, politika zbatohet, politika jashtme e shtetit zbatohet përveç diplomacisë. Kuptohet që për ta zbatuar sa më mirë këtë, ka një lidhje të ngushtë midis diplomacisë dhe përsëri politikës, sepse zakonisht ministri I jashtëm është person që emërohet politikisht, kurse stafi I Ministrisë së Jashtme normalisht duhet të jetë profesionalisht, shumë të lartë, duhet të jetë profesional. A zbatojmë ne këtë? Kjo lëm pak për të shëruar në një pikë pyetje. Kemi një trashëgimi jo fort të mirë të kësaj pune, kësaj çështje, sepse zakonisht kur ndrohen Kuwait në pushtet, ndrohen dhe njerëzit. Që nuk është e mirë për vazhdimsinë e marrëdhënieve të një shteti në një rrugë caktuar, marrëdhënie dy palëshe, marrëdhënie shumë palëshe, marrëdhënie rajonale, marrëdhënie tregtare, marrëdhënie kulturore, të gjitha këto në një paketë, lidhen edhe në fund fare vjet ajo
what is the common denominator, si është del E mërru si përbashkët përbashkët. kështu, ashtu. Edhe përsëri të kthehem direkt të pyetja ka lidhje me politikën. Kuptohet që politika e mëndshme e mban situacinë në kontakt gjithë kohën për të parë po realizohet objektive strategjik politik i shtetit ose jo. Në diplomacia, shërbimi i jashtëm do të jetë një gjendje të justifikojë arritjen deri një periudhë tjetër. Zakonisht në marrëdhënie diplomatike nuk arrihet rezultati shpejt. Do duhet kohë gjatë për të arritur një objektiv, sepse ose duhet kesh të njëjtën linjë midis shumë shteteve ku ti operon, me të cilat operon, ose çka do të arrit, ose është e pamundur që ti gjesh një unifikim qëndrimesh me shtetet, atëherë ti duhet të navigosh me kujdes derisa të arrish. Që të arrish një objektiv caktuar më duhen muaj, po më duhen edhe vite. Në qoftë se matë diplomacia shi dhe blej, nuk funksionon. Nuk është diplomacia. Nuk funksionon. Mund të qëlloj që për një çështje të caktuar të pushen interesat në një shtet tjetër, dhe kjo mund të realizohet më shpejt. Zakonisht do kohë. Sepse vetë pikpamjet e shteteve, këndvështrimi i shteteve, perspektivat, se si shikojnë shtetet ndryshme, interesat që ato kanë ndaj një çështje, ose nuk përputhen fare, ose përputhen deri një masë caktuar. Nga ajo masë caktuar që përputhen tek masa e plot pjesërisht që nuk përputhet, do duhet negociosh. Po mund të jenë negociate direkte, mund të jenë indirekte, mund të jenë tërthorazi derisa të arrish që të bien dakord. Normalisht kur bien dakord marrëveshjet që bien dakord nuk janë marrëveshje, janë ekselente. Zakonisht kështu ndodh. Marrëveshjet janë të mira kur bien dakord të dyja palët, por nuk do thotë që këto janë më të mirat. Më të mirat e mundshme, po. Të dyja palët do lëshojnë pak të njëra tjetra që të mund të arrihet një marrëveshje e caktuar politike. Kështu që në këtë sens përsëri diplomacia zbaton politikën dhe është e lidhur me ta. Pa marrë urdhra se si ta arrijë atë. Këtu kemi problem. Pra ke dorë të lirë paksa aty për të arritur ku duhet. Normalisht ashtu duhet jetë. Duhet i lihet dorë diplomacia duhet jetë në gjendje të justifikojë si e përdor dorën e lirë, që të mos ketë keq përdorimin të dorës lirë. Edhe ti thuhet të drejtuesve politik, qartë, kjo shkon, kjo nuk shkon. Për arsye 1, 2, 3, 4 shkon, për arsye 1, 2, 3, 4, 5 nuk shkon. Dhe normalisht një situacie e mirë është ajo që ja ndez një qiri politikës shtetit vetë dhe i tho, ki pa kujdes se këtu mund të dihet, ki pa kujdes për këtë dhe për mos të djeg kjo, mos të marri flak komplet, mos dihet një qiri, më duhet bërë 1, 2, 3, 4. Duhet ta ketë kurajon profesionale, integritetin, dignitetin, profesionalizmin që t'i thuhet shtetit politikisht, kjo bëhet. Arsyet do të bëhen se këto, kjo nuk bëhet për këto arsye dhe duhet gjejmë një alternativë tjetër. Pra gjithmonë duhet një bashkëpunim i tillë midis ndërtimit politik dhe diplomacisë patuese të politikës së jashtme. Ambasador, ju keni botuar dhe libra dhe libri i fundit flet për të pathënat mbi negociatat për çështjen e Kosovës. Duke shumë prej nesh e kanë ndjek këtë nëpërmjet televizionit, por siç the edhe ti vet, diplomacia nuk është vetëm televizion, por ka dhe shumë pathëna që ndoshta merren vesh shumë vonë. Ç'të shtyu për të botuar këtë libër? Unë jam marrë me çështjen e Kosovës për shumë vite, mbi 2 dekada. Edhe kur kam punuar në KOBO, jam marrë prapë me çështjen e Kosovës, në një farë mënyrë edhe jo plotësisht në linjë me sistemin e OKB-s, ku duhet të jesh shumë ke edhe dokumentacione që firmosen që ti nuk merresh me punë pansi, duhet të jesh krejtësisht, pa mos merresh me punë në një shteti. Problemi që unë kam pas me Kosovën, e para, nuk është problem, por aspekti i Kosovës, aspekti i Kosovës më shtyu të bëj libër se bërë një analizë. Çfarë ka
shtypi jonë, çfarë botimesh ka për punën që ka bërë Shqipëria për Kosovën nga vitit 1991 deri kur ndërhyri NATO, 99. Dhe në vazhdim deri në pavarësi. Dhe analizova që asnjë gjë nga ajo që unë kam qenë vetë protagonist i kësaj lufte politike, diplomatike jashtë. Publiku nuk kishte as ide një për këtë punë. Ndërkohë, unë kisha në shtëpi dhe kam një arkiv prej 6.000 faqesh afërsisht. Në dokumentacion të shkruar me datë, me firmën time dhe me numër protokolli, që është dërguar kryeministri, te kryeministri, presidenti, ministri i jashtëm, dhe masi bëra një analizë të tregut ton botues, çfarë është botu, çfarë ka, çfarë s'ka, kjo periudhë ishte bosh. Pra, publiku jon nuk ka pas asnjë gjë në shtyp, nuk ka mësu çka është bë. Çfarë vështirësish ka pas për të arritur edhe që u arrit. Çfarë roli ka luajtur Shqipëria për Kosovën. Dhe masi i bëra këto konkluzione, thash tani do t'i hy këtyre faqeve që kam në shtëpi. Dhe i hyra faqeve, i ka përcjell pothuajse të gjitha, për të nxjerrë në çdo dokumentacion arkivor pjesën që është e vlefshme për publikun. Që të mos jepet në publik kur janë bisedime e sipër për një çështje të caktuar palët, është normale. Diplomacia është normalisht jo instrument publik. Në qoftë se hyn tek policiteti i negociatave politike, prishën punët. Kështu që i hyra, nxora esencën e gjithçkaje në bazë të dokumentave që janë shkruar për vite me radhë. Mendova si do strukturohet libri i ndarë në vite, që lexuesi ta kuptoj si ka ardhur, si është bërë tërë ecuria, të kuptoj çfarë rrugës, jo thjesht u bë kjo sot, u bë ajo nesër, por si një çështje e caktuar ndiqet konstant për vite me radhë. Në qoftë se ulet zëri një moment ose lihet diçka, menjëherë një palë, disa palë që nuk e duan të gjë ose duan ta shtyjnë, ndonjëherë thotë se pas ka pas seriozisht. Pra duhet ajo sustainability i çështës të vazhdoj pa ul tonin. Në diplomacinë e këtyre lloj negociatave, këto bën me dyrë të mbyllura që të gjitha, dhe asnjë nuk mund të hyjë në sallë përveç diplomatëve. Në grupet vogla pune, në grupet të mëdha pune dhe në plenare, mbledhje plenare, përveç anëtarëve të misioneve diplomatike nuk hyn njeri atje. Dhe kur janë mbledhje plenare, është bisedu përpara. Ato që do të thush në plenare, do të bisedu me disa shtete, e ke bisedu mirë, kera dakord, s'ka rëndësi, ja bën të qartë që unë do ta ngrej, ti mund të flasësh, unë do të kundërshtoj, këto janë gjithë teknikat e një pune të gjatë. Dhe kjo është diplomacia e padukshme. Ajo që nuk dihet. Ne ndjekim vetëm nga televizori që transmeton. Eksakt si thonë ju. Po ajo që ti ndjek nga televizori është një lajm i përgjithshëm që zakonisht rrumullakoset për publikun. E para rrumullakoset se s'është interes politik për ta dhënë të plot, e dyta sepse mund të bësh dëm negociatave nëse jep të plot, dhe e treta mund të dalë diçka nesër që nuk është ashtu. Asnjëherë nuk duhet që në tilla negociata të japësh konkluzionin as një takimi. Duhet minimumi ta konfirmosh të njëjtin mesazh, të njëjtin lajm, të njëjtin qëndrim me 2 ose 3 burime të tjera alternative që të vërtetosh çka mësove nga X diplomat, X ambasador, qëndron se s'ma konfirmoi edhe filani dhe filani dhe ilani. Pra kjo duhet qëndroj derisa janë 3 burime të ndryshme në kohra të ndryshme që i thojnë të njëjtë. Ndryshe ti e full që në vendin tonë qorsokak, se ambasadori në fundit është ftyra e shtetit. Është ftyra e kulturës së shtetit. Është imazhi i shtetit. Është respekti që krijon tek të tjerët për shtetin që ti përfaqëson. Vlerat e shtetit tonë. Në këtë rast është përgjegjësi e madhe. Është nder, privilegje dhe përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe që të mos bëhen të tilla qëndrime, gabime, paqartësira, mungesa njohurish, lëvizje taktike të gabuar dhe këto flasin shumë. Një element shumë i rëndësishëm
që ne kemi që e kam ndjek, unë nga qenë qendër tërë këtyre negociatave. Domethënë janë përqendruar vetëm në Vjenë negociatat për Kosovën shumë palçe. Sepse politikisht OSBE-ja është organizat ekskluzivisht politiko ushtarake. Kanë 2 forume kryesore. Njëri nga ato e kam drejtuar unë, që është forumi i drejtave të njerëzit, i politikës, i institucioneve demokratike, dhe forumi tjetër është forumi i sigurisë. Ky forum i sigurisë, i bashkëpunim për çështje e sigurisë, merret me çarmatimin, kontrollin e armëve dhe masat e krijimit të besimit dhe sigurisë. Këto janë çështje ushtarake. E kam drejtuar për 6 muaj forumit. Dhe diçka kuptoj, modestisht në aspektet ushtarake, edhe nga ato që ndodhin. Kështu që këto 2 forume së bashku janë përdorur në atë kohë nga ne për të bllokuar rifutjen në komunitetin ndërkombëtar të Serbisë. Dhe përpjekja e disave në Europë ishte të bëjmë çmos ta fusim këtu, se po u qa muri i një organizate që është ekskluzivisht politike, është më lehtë të tjerat, që janë teknike, politike, industriale, bërthamore, jo bërthamore. Pra, sulmi i tërë komunitetit që donte të mbronte Serbinë, hyn disa shtete të Evropës për arsye të disa nostalgjive të vjetra, disa interesave të vjetra që kanë pasur shtete, të disa marrëdhënieve dashurore me ish Jugosllavinë, me ish Mbretërinë, me biznese, pa biznese. Të gjitha këto bashkë, shënimet që kanë pasur për ta mbërrit disa shtete të Evropës lindore, në Rusia, të gjitha këto bashkë bën që të kishin përballë një shtet të vogël, po që ishte i gatshëm, siç kam bërë unë direkt disa herë kërcënim me veton. Unë veton kjo nuk bëhet. Nuk bëhet. Ja kam thënë përpara, kur nuk e kanë besuar, e kanë rrit plenare, kam bu veton. Zbat. Se kjo organizat operon me veto. Çdo shtet antar ka drejt në vetos. Ka drejt në vetos. Kështu që nga njëra anë është mirë, po nga ana tjetër edhe mund mos jetë mirë. Ne na ka shërbyer. Sepse kemi përdor kërcënime edhe pse mund të mos ketë qenë dakord Tirana. Kjo tregon që kam pasur një integritet të fill, besim të madh që unë e di mirë se unë e njoh këtë organizat. Unë jam këtu. Juve në Tiranë, po ju a themun si është puna. Prandaj besoni çka ju sugjeroj që të bëhet në këtë mënyrë, se këtu mrenin një fun ambient në sa është temperatura, si në fryn erat për korridore. Shpeshherë herë je detyruar të veprosh të marrësh vendimin vet, pa marrë leje. Kjo do të jep frute, mund të jetë edhe kontraproduktive, po do të jesh shumë i sigurt profesionalisht që po merr një vendim që është në dobi të shtetit tim. Është në dobi të çështjes që ne po ndjekim. Që puna që ka bërë Shqipëria në atë kohë, duke pas qenë në qendër të këtyre negociatave, duke negociuar direkt, duke u përplasur me tërë shtetet, ka qenë enorme. Shqipëria ka bërë një punë enorme deri në 99 dhe mas asaj deri në Orsi. Kjo është në libër. Të shihus po flas më shumë për këtë, sepse lexuesi duhet ta lexojë. Por duke marrë shkas edhe nga libri, ambasadori Walker ishte përfaqësuesi juaj në terren? Do ta kuptoj dëgjuesi i këtij podcast. Organizata e sigurisë OSBE dërgon misione në terren. Misione në terren furnizohen me pajisjen e njerëz që japin shtetet anëtare. Një shtet propozon kryetarin, një shtet tjetër propozon edhe kryetarin, një shtet i tretë mund propozojë edhe për kryetarin e misionit. Këto quhen field missions. Këto nuk janë antar të organizatës. Janë të jashtëm. Misioni vet dërgohet nga OSBE me një vendim të Këshillit përhershëm të ambasadorëve, ose të Këshillit të Ministrave, që do dërgohet një mision në Finland. Pastaj struktura e misionit përcaktohet përsëri nga organizata dhe buxheti përcaktohet nga organizata. Kështu që ambasadori Walker ka qenë kryetari i misionit të Shqipërisë në Kosovë. Kryetari i misionit të OSBE-s në Kosovë. Ai ka qenë prezente kur ndodhi masakra Raçakut. Por ai ishte i sekonduar, si ta them shqiptar. Pra i emnuar. Paguaj nga shteti që e çon. Domethënë, shteti që kërkon të ketë kryesinë e një misioni në terren, duhet të
paguaj, ose antarët e misionit, shteti i paguajnë për të qenë antar misioni. Ndërkohë, organizata jep bursa, e jep ditore, dieta dritore. Kështu janë të kombinuar, shteti paguan rrogën, organizata paguan dietat. Dhe dietat, kur janë situata të vështira, kanë komponentin e dietës normale, kanë komponentin e hazard pay. Për vendi ku ka rrezike, shtohen pagesat. Dhe ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe. Unë kam qenë në sekretariat në OSBE-s në atë kohë, punoja në senior staff kur ndodhi kjo punë. Kam ndjek, kam rënë. Kur je brenda në organizatë, në nivelet që kam qenë, lexon raportet. Raportet janë 3 lloje. Raporte për tërë misionet, raporte për sekretariatin dhe raporte shumë konfidenciale. Pra ka 3. Këto shumë 3 nivele. 3 nivele raportes. Kështu që është bërë një punë kolosale për të arritur atë. Sepse Kosova, nga që nuk ishte i njohur si entitet, si shtet, si jo subjekt i drejtës kombëtare, nuk ishte antare në asnjë organizatë dhe nuk mund të hynte brenda. Gjithë këtë punë sikur vëzhgues. Fare nuk lejohesh të brenda, fare. Hiç. Kur kërkoj një shtet që të vi Drashkoviçi në OSBE-f, Shqipëria, unë Greta Zëret të vi dhe i bremërgova. Këto të rrugova. Po ai ishte ministri jashtë një shteti. Kur së rrugova ishte një entiteti që nuk ishte shtetu, ishte njoft. Krijohen të tilla gjithmonë paralelizma. Dhe këtë punë e ka bërë Shqipëria për Kosovën. Kudo. Marrëdhëniet e mia me Rugova dhe me veçanërisht me Bujar Bukoshin, ish kryeministri i parë i Kosovës, shtetit të Kosovës, kanë qenë shumë të ngushta. Është shumë prekse takimi i parë me vizitën e parë zyrtare të Rugovës në Vjenë. Unë isha ambasador që kisha viti që punoja, njihesha me të, e prita, shkum në hotel në sistemu të dhoma, uli me pi kafe. Që një shkurt, i thash, president, çfarë mendon ti se duhet bëjmë ne për Kosovën më shumë se sa po bëj? Je informuar, që po bëj. Me qetësinë që e karakterizonte dhe me cigare gjithmonë në dorë, më tha, ç'të them, më tha Zefo, ti e di vetë këtë punë. Më mirë se e dini ju të Shqipëri, si jeni këtu brenda, ç'u them. Bëni si është më mira për Kosovën. Që ose keni vështirësi, jemi në kontakt bashkë, jemi në kontakt në Bukoshin gjithë kohën, bisedoj, po e dini vetë çka duhet me bë. Me një modesti, larg pamësi, qetësi, nuk vuni ndyshim asgjë që do të bëni kështu, bëni ashtu. Se i binte që të bësh një lloj ndërhyrje që shumë më dhëndër, pastaj më thënë faleminderit për këtë, më thash, jemi duke bërë këtë, synimi është kjo do jetë kjo mbledhje, do jetë kjo ministerial, do jetë kjo dhe tashti nesër takimin e parë në orën 2, kishte në orën 2 pas ditë. Çfarë don me pa nesër? Ku don të çoj unë? Zesa, vetëm një dëshirë kam nesër. Më çote shpata dhe për kërmarrja e Skënderbeut. Andë nesër më shkova. Dhe në libër është fotografia e kësaj vizite të parë ti në Vjenë. Është shumë periudhë intensive pune që ka qenë e trishtueshme për vetë popullin e Kosovës, por në fundit u shpërblya se u çua puna deri në ndërhyrjen e NATO-s, por që të bëhesh këtë ndërhyrje, duheshin kriju kushtet për të bërë këtë ndërhyrje. U desha 7 vjet që të arrihet konkluzioni i komunitetit ndërkombëtar që Kosova tani ndodhet përballë një alternative vetme, se të gjitha mjetet politike, diplomatike, ndërhyrjet, në panë që shumë falë që u përdorën, u ezauruan, nuk kemi rrugë tjetër më se ai nuk ndëgjon. Me fillon negociatat e Rambujës, që Serbia nuk i firmosi. Marrëveshja e Rambujës e firmosi. E ka firmos Veton Suroi në emër të ekipit negociator. Dhe ndodhi ajo që ndodhi, Serbia nuk i firmosi dhe kishte dërguar në Rambujë Milutinovićin, ish ministrin i jashtëm.
Është shumë interesant se ajo që ndodhi me Rambujën është në fakt një përsëritje e asaj që kishte ndodhur 85 vjet më parë. I njëjti qëndrim. Që ta sqaroj çfarë ka ndodhur. Ambasador, Ta sqaroj pse. për të kthyer tek ajo, a mendon se Rambujeja ishte në favor ndonjërit shtet apo ishte thjesht negociat për të pa cili grup? Përsëri nuk du të t'i dal përpara çka dhe du të ta lexoj librin që e kam shtjellu me çfarë hollësie. E para thash ishte një përsëritje e asaj që ndodhi 85 vjet përpara qendrimit serb. Pse? Çka ka ndodhur para 85 vjetësh? Në Sarajevo në 1915 u vra Arçduka Ferdinandi, nipi i kajzerit Franz Josefit. 85 më parë masi u vra në Sarajevo, Austro-Hungaria, Franz Josefi i paraqit më 10 pika Serbisë. Kërkojmë bëhet kjo, një nga këto 10 pika ishte që Austro-Hungaria kërkonte të dërgoj hetuesit e vet për të hetu si ndodhi vrasja në terren. Serbia refuzoi. Nuk keni për të ardhur. Ç'është do ta ndjekim ne. Ai shpallë luftë, filloi lufta parabotërore. Mas 85 vjetësh u përsërit e njëjta gjë në Rambujën, nuk e firmosën. Nuk e firmosën? Po mirë. Po gjejmë jetë të tjera. Dhe te pyetja juaj, politika amerikane dhe e Kosovës deri në vitin 96 nuk ishte e qartë shumë deri në fund 96-s, fillim të 97-s. Herë kështu, herë ashtu, sepse marrëdhëniet politike për një rajon të caktuar, për një vend të caktuar, nuk janë thjesht unilaterale që i bojun. Do të ekuilibri mes shtetit dhe salat vetëm ai që kanë negociatat. Kështu që por në fund 96, në fillim 97-s u qartësu politika. Çka duhet me bëjmë me Miloševićin? Dhe u caktua dhe dërguesi i posaçëm ishte Holbrooku atë kohë që negocioi. Në fund fare kur filloi negociata e Rambujës, Madeleine Albrighti kishte donte miratimin e 4 shteteve. Gjermani, Francë, Angli, Itali. Italia në atë kohë ka kriju probleme. Krijoi probleme deri aty sa ka pas përplasje direkte midis saj dhe Lamberto Dinit, ish ministri i jashtëm i Italisë. Me dhunë e detyroi ajo që të binte dakord për përdorimin e forcës ushtarake, nëse ato përsëri nuk do pranojnë. Por duhet edhe një element tjetër. Duhet bind rusët për këtu. Dhe Albrighti ka shkuar në Moskë, ka takuar Ivanovin, që ishte ministri i jashtëm rus, i cili nuk pranonte që të ndryhej ushtarakisht, por rusët eran dakord që të përdoret termi, të përdoret kërcënimi, që nëse nuk jenë dakord, ne do të mendojmë edhe për përdorim të ndonjë force ushtarake. Rusët e dinin që kjo fjali, ky formulim do thonte që do ta përdorin. Po ishte formuluar në atë formë që të tingëllonte sikur nuk do të përdoren, po të bëhej vetëm një kërcënim. Për televizikuesit, për ata që opinioni. Për opinioni që nuk është se do përdorin këto, do të mendojmë që ne mund të përdorim. Ishte kërcënimi po jo përdorimi. Që u deshën dhe këto që u bashkuan gjithë bashkë dhe u morën edhe një vit humor. Pastaj ka pas debate në mëdha më mbrapa, është në përputhje me drejtë kombëtare, nëse është përputhje me Kartën e Kombeve Bashkuara, është legjitime, nuk është legjitime, është legale, nuk është legale. Kjo ka pas diskutime të gjata, unë kam shtjelluar libra si janë këto çështje, si duhen pak të çështje, se përdorimi i forcës ushtarake normalisht kërkon miratimin e Këshillit të Sigurimit. Sikur është për çështje legale, sikur është për çështje legjitimore për drejtat e njerëzit, për teprat. Në dy rastet përdorimi i forcës kërkon miratim. Po të shkonte për miratim në Këshillin e Sigurimit do të kishte veto. Të paktën nga 1 ose 2 shtete. Dhe kjo u evitua në atë kohë. Por filmas kësaj u miratu rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Rezoluta 1244 e ka pikë caktuar vendosja e KFOR-it, Kosovo Force. Vendosja e KFOR-it në Kosovë. Pra, duke miratu Këshillit të Sigurimit me 14 vota pro dhe 1 abstenim. Do ta kallëzoj edhe pse. Duke miratu vendosjen e trupave të KFOR-it në Kosovë post factum,
Miratohet përdorimi i forcës Mbas, ushtarake. po. Në atë kohë, unë erdha në New York me Fatosnano, në asamblet përgjithshme. Indjeri Fatosnano, kemi qenë shumë miq bashkë. Edhe paka shumë një mosh. I thash në takimin me Kinën, në profesuesin e Kinës. Do t'i kërkosh që ne ju kemi ndihmuar ju si Kinë. Kur Kina si ishte antar OKB-s. Ju kemi ndihmuar edhe për të futur OKB, për të marrë votat e asamblesë përgjithshme. Se ishin një grup i madh shtetësh që drejtoheshin nga forcat e majta. Amerika Latine ka ditë Sendero Luminoso, unë kanë grupet partisë, partitë marksiste, lloj grupesh të majta edhe në Afrikë. Votat e këtyre për asamblenë e përgjithshme i ka marrë Shqipëria. Ne për të votuar për Kinën, që ti që Tajvani nga futet Kina. Dhe i thash, kujtoja kinezit, profesuesit ambasadorit kinez, kujtoja që ne ju kemi ndihmuar dikur. Shikoni mos tani moni edhe ju kur t'ju vi rasti për të ndihmuar. Pa i thonë se si, qysh Kosova ishte në mendje. Dhe Fatosi ja tha. Si që tha shumë, që sugjerova, ja tha, unë nga vjen takim. Ja tha, ambasadori kinez, si që ndodhë në këto punë midis diplomatë të karrierës profesionista, nuk thot po do ta bëjmë. Nuk thot as jo nuk do ta bëjmë. Por tha, kryeministri ju ndigjoha, unë mbajta shënim, besoj se në Pekin do ta ndigjojnë telegram, do lexojnë mirë telegramin që do i çoj, ato kuptohet që e dim të histori Shqipëria, falënderit, do ta kemi parasysh, do marr instruksione nga Pekini si do të veprojmë. Mas një viti u bë rezoluta 2024. Kina abstenoi, nuk e votoi kundër. E lejoj. Edhe pse gjatë luftës ishte bombarduar me sabotyrin Beograd. Shtetet serioze mbajnë shënim, nuk harrojnë. Pra Kështu ishte rasti ndoshta Kinës. ishte një për të kthyer borxhin në një farë mënyre. Në një farë mënyre ne e përdorim termin kthimi i borxhit. I bie jo borxh, i bie nuk harron. Nuk harron një të mirë. Nuk e bën një të mirë, të bëj dhon një të mirë. Rasti nuk është i njëjti, por unë bëj një të mirë. Dhe në atë kohë, kur do hyn te Kina, ne na u futëm, shokët kinezë u futën mik te Shqipëria, që Shqipëria të hyjë te Austria për ta ndihmuar. Për futin OKB. Sepse një austriak ishte sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Kurt Waldheim. Dhe ne i tha Kurt Waldheimit, i tha austriak, ato i tha Kurt Waldheimit, që kur të mlidhen në Këshillin e Sigurimit, ai të bëj ç'mund të bënte si sekretari i përgjithshëm që të lehtësonte procesin. Se për të fut antar i OKB-s, ka dy votime. Një votim është asambleja e përgjithshme, po votimi në asamblenë e përgjithshme nuk është legally binding, nuk është i detyrueshëm ligjërisht. Tregon orientimin që kanë shtetet. Vendimin e merr Këshilli i Sigurimit. Pra grupi më i ngushtë. Grupi më i ngushtë, Këshilli i Sigurimit merr vendimin për të po ose jo antar i OKB-s. Në fundi, ne duhet të kalojmë për këtë kalvar që Kosova të bëhet antare e OKB-s. Nuk bëhet thjesht me numrin kaq shtete e njohin. Kjo është shumë pozitive, jashtëzakonisht pozitive. Kjo tendon tregon se si shkojnë opinionet e shteteve e tjera. Por në fundi do merret vendimi i Këshillit të Sigurimit. Këshilli duhet punohet fort që Këshilli i Sigurimit kur të vi dita të jetë pozitiv. Përfshirë duke abstenu. Të hiqet e drejta e vetos e 5 antarëve të përhershëm. Duke abstenu njëri prej tyre të abstenoj. Siç ndodhi për rezolutën 2024 që abstenoi Kina, nuk e bllokoi, mund ta bllokonte, por nuk e bllokoi. Kështu kur ti vi puna për të shkuar Kosova atje, të bëhet përpjekje madhore që ato ose ai shtet që mundet potencialisht të vejë vetëm të abstenojnë të paktën. Kjo kërkon punë gjatë, se nuk arrihet shpejt, në vite në radhë. Ky është synimi tjetër madhor që ka politika e Kosovës dhe Shqipërisë. Është pak du mendimin tënd, është politika dhe diplomacia e Kosovës dhe Shqipërisë aty ku duhet aktualisht. Unë nuk mund të flas as të spekuloj për këtë çështje. Por kuptoj që kur është një qëllim kombëtar i përbashkët, duhet një koordinim shumë i mirë. A është? Nuk mund të them është, nuk mund të them që nuk është, ka një koordinim, por ky koordinim duhet të thellohet, duhet të intensifikohet, jo thjesht në një drejtim, në tërë paketën
e marrëdhënieve ndërkombëtare për çështën e Kosovës duhet koordinim i mirë. Që ajo që thot Tirana të jetë eksakt atë që thot drejtimi i Kosovës. Ose ajo që do thot drejtimi i Kosovës, koordinimin heshtje, gjithmonë heshtje, të jetë eksakt atë që thot Tirana. Domethënë, nuk mos flasin emër të Kosovës dhe Kosova mos flasin emër të Shqipërisë, por të jenë të koordinuar në mënyrë tjetër, në mënyrë të pavarur, unë them kështu, dhe unë në mënyrë të pavarur them po të njëjtën gjë. Kjo do një profesionalizëm shumë mirë, do një qartësi qëllimi. The purpose must be the same, and to reach that same, për të arritur të njëjtën qëllim, duhet koordinimit, sa më i thellë, sa më i mirë. Ka koordinim, por duhet të arruz, duhet rregullu, duhet problemet e tilla madhore për një komb mund të nxiten pozitivisht përpara, por dhe mund frenohen nga individët. Individët saktuar mund frenojnë pa dashje, nëse nuk ka institucionalisht koordinim. Koordinimi duhet të jetë në nivel politik, individualisht, por institucionet duhet koordinohen mirë. Unë mendoj që do ecet më mirë se sa deri të shti, edhe pse ka pasur koordinim, po duhet forcohet koordinim. Ky është mendimi im. Unë kam edhe, kjo është vërejtje personale për shërbimin e ambasadës shqiptare në Washington. Në Amerikë ka shqiptarë dhe diasporë shumë të suksesshme. A do t'i ishte më mirë sikur ambasada të bënte rolin e takimit mbajt të ngushtë me diasporën, që ndoshta këta njerëz të suksesshëm ta dërgonin suksesin në Shqipëri apo në troje tjera shqiptare. A mendon se është mangësi, sepse unë mund të them pa marrë emër, ambasadori i fundit ka qenë një herë në Michigan. Dhe duke kërku mendimin tënd, flas një mendim si do t'i ishte mira, duke qenë se ke qenë dhe ambasador fuqi plot në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Irlandë. Shiko, një ambasadë në një vend, detyrë kryesore ka të çojë përpara, të thellojë, të forcojë marrëdhënien e dypalshme midis dy shteteve. Kjo është detyra numër 1. Marrëdhëniet e dypalshme janë politike, ekonomike, kulturore, parlamentare, tregtare, e gjitha parë, të çojë sa më shumë përpara. Këtu luan rol patjetër elementi që ambasada duhet ta ketë parasysh mirë, nuk e di si është, po nëse s'po duhet spekuloj, nuk do të them e bëj mirë me keq, e bën mirë ose nuk e bën mirë ambasada në Washington, nuk e di. Por elementi i diasporës ka rëndësi të madhe, varet sa e madhe është ambasada. A ka ambasada personel të caktuar që një njeri të merret vetëm me këtë punë? Apo nuk ka? Këtë nuk e di, se s'di çfarë strukture ka ambasada sot në Washington. Nëse nuk e ka, është mirë ta ketë. Nëse e ka, duhet me pa efektivitetin e asaj pune. Një shtet i tillë, siç është Amerika, me 50 shtete brenda, me 340 milion banor, me një komunitet shqiptar jashtëzakonisht të madh, kërkon të paktën një njeri të merret vetëm me këtë punë. Qyteti dedikuar 100% vetëm me këtë punë. Ajo që përmendet emigracioni i fuqishëm është tu, kanë firma të mëdha, kanë suksesën filan fush, kanë suksesën në atë fushë tjetër, në inxhinieri, në IT, në mjeksi, në ndërtime, gjitha këto kompani është mirë që të funneled, të kanalizohen, dhe të japin kontribute në Shqipëri, asnjë të keq nuk ka. Kështu bëjnë edhe shtetet e tjera, organizatat e tjera, diasporat e vendeve të tjera, por duhet me ditë se Shqipëria është vend i vogël. Dhe ai vend me anë mundësi, me ato potenciale që ka, a ka vend për çdo firmë, dhe çfarë ka mbet. Pra duhet bëhet një studim i mirë. Çfarë ka nevojë Shqipëria? Spari. Shqipëria ka nevojë për 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra madhore që kërkojnë fondet mëdha, që kërkojnë njohuri të mëdha, që kërkojnë masi ta ketë bërë këtë studim vetë Shqipëria, në përballje me një plan strategjik që ka, ndoshta e ka bërë, tash unë jam shkpull ka 40 plus jam më. Është e mira që
ky plan vjen në Amerikë, për shembull, po kohë që përmendëm jemi këtu, vjen këtu me një komunitet, me një kolegj të përbashkët të komunitetit, se komunitet në Michigan ka, komunitet kanë Texas, komunitet kanë në LA, komunitet kanë në gjithë shtetet mund të ketë komunitete. A ka një forum të tillë koordinator të tyre komuniteteve? Apo nuk ka në Amerikë? Midis tyre, midis shqiptarëve? S'ka. Atëherë pse nuk bëhet? Duhet bëhet kjo së pari. Pra, Shqipëria, me cilin do flasim parë? Me komunitetin e Detroitit, të Michiganit, me komunitetin e Bostonit, Massachusetts, do flasim me komunitetin e New York City, në cilin do flasim? Po, pra kërkohet për mu, si e shoh duhet një komunitet koordinues i këtyre komuniteteve, siç ka këtu një parlament federativ, që janë me 2 dhoma, edhe shtetet e veçanta kanë parlamentet e veta, kanë ligjet e tyre të shteteve. Dhe gjithë këto mblidhen parlamenti kësaj, parlamenti asaj mblidhen dhe kanë një parlament të madh. Kështu duhet mendimi im, kështu është e mira, jo duhet, po përdor termi jo sakt. Kështu është e mira të jetë një komitet i tillë koordinues. Komiteti i Bostonit zgjedh një komunitet, një përfaqësi, që e cila takohet në përfaqësinë e Texasit, përfaqësinë e Albertës, përfaqësinë dhe këto gjithë bashkë zgjedhin një forum drejtues tyre. Është më lehtë kështu, ose do ishte më efikase kështu, që ky grup që mund të ketë kaq burime financiare, kaq koncepte, kaq ide për projektet, i thotë Shqipërisë, ne mund të ofrojmë 1, 2, 3, 5. Doni, si doni, kur i doni, si i doni, si mund bëhet, a përputhet kjo me planin e zhvillimit strategjik ka Shqipëria, Ministria e Energjetikës për shembull, a përputhet kjo me Ministrinë e Turizmit për shembull, a përputhet kjo me Ministrinë e Bujqësisë për shembull. Po bujqësia këto kanë të kesh dhe hambari i grunit në Amerikë, gjithë e dinë, tokat e mëdha. Shqipëria ka pak tokë. Atëherë duhet parcelizuar ajo që ekziston apo duhet bashku? Duhen rikriju kooperativa. Po ti përmendësh Shqipëri fjalën kooperativë. Po direkt. Po. Se nuk e kupton që kooperativa është term latin, që do thotë kooperare, me bashkëpunu. Ti duke bashkëpunu ti rrit të rrit sipërfaqen, rrit mbjelljen, rrit prodhimin, rrit shitjen dhe rrit fitimin. Po është vështirë ti mosh meni. Jep sot ta kuptojnë që s'është kooperativa ala e tipit të kohës parë. E mira është të bëhen këto organizime. Nuk e di a bëhen as bëhen, por thoni nuk do të përsokolloj me që më pyete, ky është mendimi im. Ambasador, të falenderojmë për shprehjet disa mendimeve që do t'ishte janë shumë të vëra për komunitetin shqiptar këtu, edhe më gjerë, sepse komuniteti i Michiganit përbëhet nga shqiptar të Shqipërisë, shqiptar të Kosovës, shqiptar të Malit Zi, pra është një komunitet, mund të themi, mozaik i Shqipërisë në miniaturë. Por cili do të ishte mesazhi juaj për këtë diasporë këtu të Michiganit? E njihni, besoj, duke qenë se edhe familjarët tu jetojnë këtu. Po, mesazhi im është që vështirë të jap mesazh se duket sikur po unë mendoj që do ishte mirë që ky komunitet i Michiganit i madh, siç më ka thonë Mlla, siç më ka thonë Don Fredi, është mirë të mlidhen bashkë. Të bëhen bashkë dhe zgjedhin një komitet koordinues të punë me tyre. Forma mund të jetë ndryshme, përveç një marrëveshje, përveç një agreement, përveç një si do jetë forma, sa veta do jenë, sa do drejtojnë, si do bëhet rotacioni kryesisë, janë të fund, mund të shkruhet gjitha këto. Unë mendoj që duhet bëhet kjo. Se si mund të kontribuohet më mirë, unë nuk e di, po nëse komuniteti juaj për këto lidhje familjare që ka mund me këtë Komunitet. Me Michiganin dhe ti vëlla këtu që ka 30 dhe sa vjet këtu, nëse është e nevojshme unë vi përsëri. Me shumë kënaqësi. Ambasador, faleminderit. Të urojmë sukses në punën tuaj, sepse besoj nuk do të ndalini vetëm me librin e fundit, por do të jetë kërshëri edhe për ata që do e lexojnë librin. Të falenderojmë edhe për pjesëmarrjen në podcast, edhe besoj në një kohë të shpejtë ndoshta do flasim dhe do shihemi për probleme nga më të ndryshme që
janë pjesë e politikës sot dhe diplomacisë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për fjalët që thatë për botimin. Mund të njoftoj përmes jush e që së shpejti ky libër të dalë edhe anglisht. Rreth 75% është gati, është dhe korrektuar dhe redaktuar. Kam me pak, ndoshta për 2-3 muaj maksimumi të libër të botohet në anglisht. Njëkohësisht fo punohet të për një libër tjetër. Si që thash, të falenderoj, do t'ishe i gatshëm t'ju ndihmoj nëse pranohet të vi kontribuoj me mendime, me ide, se përvoja në shërbimin civil të shtetit tim për aq kohë sa unë kam qenë është mbi 47 vjet, gati gjysmë shekulli përvoj e shërbimit civil lokal dhe ndërkombëtar. Edhe njëri falenderoj për ftesën dhe uroj gjithë të mirat juve dhe komunitetit shqiptar në Michigan. Faleminderit ambasador, të urojmë sukses dhe gjithë të mirat. Ky ishte Speakeasy Podcast. Shihemi herën tjetër. Faleminderit. Faleminderit juve.